kam një pyetje ndoshta për ju kryetar. Po shkon koha dhe buxheti akoma nuk është i miratuar për sa i përket zgjedhjeve nga ana e qeverisë dhe mendoj që ju do duhet që të jeni një komunikim direkt për faktin se mosmiratimi i shpejt i buxhetit rrezikon disa operacione zgjedhore e kryesisht operacione të cilat tashmë janë të reja, të futura në rregullore zgjedhore të cilat janë në shërbim të procesit dhe sidomos një procesi me integritet sa i përket votimit diasporës. Mos ndarja buxhetit me kohë mund të rrezikoj realizimin e këtyre operacioneve, kështu që mendoj që ju të duhej të jeni në kontakt direkt me institucionet, me qeverinë, në mënyrë që ky buxhet të jetë sa më parë në llogarinë e këtij institucioni, në mënyrë që të ecim tutje drejt realizimit të procesit. Faleminderit. Kryetar për me kanë korrekt, se tash në mediat edhe tash fushata s'ka filluar edhe nështë është mirë kolegë me kanë korrekt në raport me publikun edhe me informimin e drejt. E para së është e vërtet që qeveria s'ka do buxhet. Bile si që cek shpesh kolegu Hamiti thot që qeveria dhe jo vetëm kjo qeveri, po në të kalumen, sidomos kjo s'pako për projektet teknologjisë dhe gjitha kërkesat që kemi pas ka nda buxhet. Dhe buxheti për këto zgjedhje është tashmë i ndarë. Çështja është për kërkesat shtesë buxhetore që kemi pas. Sepse buxheti po, për kërkesat shtesë buxhetore. Dhe për kërkesat shtesë buxhetore ne dim kur e kemi bën një kërkesë tillë. Nuk e di nëse ka një javë apo 10 ditë. 16 qershor. Do të thonë gati 2 javëshi i është afru. Dhe natyrisht që do të mbajt institucioni ju në komunikim për kërkesat shtesë buxhetore, të cilat ne vetë si institucion nuk i kemi planifiku. Pra faji është i yni që si kemi planifiku, po anën tjetër është e nevojshme që ne ta kërkojmë një buxhet tillë shtesë në raport. Një javë të me thanë, dhe as 2 javë si. Po, si do qoftë, ne gjitha këto kërkesa, projekcione në bane një kohë shumë të vonë, dhe natyrisht që ka mundësi që mund na rrezikohet në proces, por që këtu nuk hyn punë as një autoritet tjetër, nëse mrena afatit që është edhe ligjor për të shqyrtu, për të na thirrë pastaj në diskutim, për t'i bind me dokumente, një çështje që na kemi problem zakonisht si institucion, që t'i ofrojmë projekte, sepse disa prej atyre janë projekte të veçanta dhe kërkojnë një sqarim edhe profesional prej anës sonë. Pajtohem që do vihet komunikimi, qoftë edhe njëherë prej kryetarit apo edhe prej sekretariatit, në mënyrë që ne ta kemi këtë komunikim me institucionet përkatëse, qoftë me Ministrinë e Financave, me VN, me qeveri, dhe natyrisht që s'ka mungu, as atëherë, as tash nuk do të mungoj mbështetja qeverisë, jo veç me buxhet, po edhe me mbështetje infrastrukturore, si që dim na në zgjedhjet që ishin për largimin e kryetarëve, është një realitet që do të me pranu, që mos t'ishte mbështetja e pashoq e ministrive dhe qeverisë, ato zgjedhje neve na kishin të shtu, sepse nuk kemi kanë në fazën e duhur përgatitore për t'i organizuar. Andaj, so i kërkojmë edhe institucioneve tjera, shumë ma shumë dhe t'i kërkojmë edhe vetës që t'i kryjmë detyrat dhe punet e tona, ashtu që është parashe ligje dhe rregulloret, edhe me kohë, po edhe në mënyrë cilësore. Pra, kjo është qëndrimi dhe mendimi im në raport me këtë, pra të vimi në lëvizje, t'i kryjmë punet e tona, dhe natyrisht që edhe institucionet tjera, presim që t'i kryjnë punet e tyra, ashtu qysh edhe i kanë kryjnë deri me tani. Këtë në zemër, unë e Koran Muratis i bona pyetje këtë. Unë e trajtoj si shqetësim kuadër të këti institucioni, sepse ky buxhet, kolegë, ta kryun e pastaj unë është me marrë fjallin. Kolegë, veç ta përfundoj, se kam
Lesh ta përfundoj. Jo, shqetësimi është real. Shqetësimi është real. Po e merr fjalën mirë, po e merr fjalën dezinformove publikun. Nuk është e vërtet çfarë the. Qeveria ka ndonë që vitin e kaluar këtë buxhet. Edhe na kemi drejt me shfrytzu, me shpenzu. Jënë kërkesa të reja buxhetore për shkak të dështimeve tona. Por ta përfundoj se unë pyetje veç pak. Po nuk je zëdhënës si qeverisë o kolegë. Po si je zëdhënës si antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Se nuk mund është si herën e kalume me përdor edhe media caktume që kemi përdor për me dezinformu. Si me ata kamionet e Serbisë që thëshin që në kontë tonë. Jënë kontë KQZ-s e mediat e juja caktume disa që i keni dezinformu opinionin. Jo, dëgjoj, predor. Unë juve ju adresova si çështje, nuk e kisha fjalën për buxhetin si tërësi, po kisha fjalën për buxhetin, kërkesat të veçanta, të cilat operacione zgjedhore kemi normuar në rregullore të punës, e cilat synojmë me realizu për herë të parë në këtë zgjedhje. Nuk është buxheti i këtij institucioni të cilët e kemi kërkuar rregull që kur don e t'ju bie në mend dikuj me trajtu. Duhet me urgjencë ky institucion me trajtu këtë çështje, jo personalisht zotë kryetar, në mënyrë që ai buxhet të jetë sa më parë llogarit të institucionit për mi zhvillu procedurat dhe operacioni me qenë i suksesshëm. Ky është synimi, nuk është synimi këtu për supozime të askuj, po thjesht një kërkesë reale për cilën ne duhet me trajtu. Se nuk e përfundoj pastaj edhe kryetari keni ju përfundimin kështu e tërçështjes. Zëç me jo, se publiku veç do të me di që tha. Një prej kërkesave që është parashtruar qeverisë ka të bëjë me një software i cili neve na ka dështu dhe për cilin ne kemi pas mbështetje financiare. Dhe kjo është kërkesë e re. Dhe kur shfrytëzohet kjo kërkesë e re që ti duhet me shku në fundit edhe me justifikuar dhe publikun dhe jo vetë qeverinë, sepse po kërkon mjet të shtesë për një software të njëjtë që ka dështu, atëherë ti detyron me e thonë të publikisht, sepse po mundon me e godit dikën tjetër me dështimin tënë, me dështimin tonë. Pra edhe kërkesa tjera buxhetore janë nëse rezultati analizave që janë bën, po për kërkesa kryesore që ka të bëjë, që na merr kostën më të lartë është kërkesa e cila ka të bëjë me një proces i cili na ka dështu neve, nuk i ka dështu qeverisë, dhe për cilin na po kërkojmë dhe unë i kërkoj ndihmën dhe mbështetjen e qeverisë që nëse ka buxhet të na ndajë që ta kryejë me sukses atë proces të ri, pra i cili ka dështu në zgjedhjet e kalume dhe s'kemi mujt kemi humbë edhe integritetin edhe kredibilitetin tonë ashtu edhe besueshmërinë e publikut, ndosë s'ka ndodhur asgjë në praktikë. Por që për me kthyer atë integritet, ajo ka kosto. Po s'ka qenë e parapame. Okej, mirë, komunikojmë me qeveria dhe shohim ku janë vetë në kërkesë. Kërkesën e kemi dërgu jo dhe aq shumë mbati, po kur është përgatitur, do të na e kemi miratu dhe shkresë ka shkruar dikur 4-5 ditë pas miratimit ton, kështu që nuk është çaq vonë sa pishone edhe zgjedhjet janë tetor, e shohim. Nuk është diçka për mu diskutu kaq shumë.